Nga dollapët e vendosur në korridorin e shkollës, nxënësit po merrnin librat për lëndët që vijonin. Këta janë nxënësit e shkollës së mesme të Ulët Nazmi Hoxha në Gjilan. Ndryshe nga shkollat e tjera, në këtë shkollë janë nxënësit ata që për çdo orë ndryshojnë ambient. Ata zhvendosen në kabinetet ku i presin mosimdhënësit dhe sipas tyre, ky ndryshim po i bën lëndët shumë më atraktive. Kur e kena marrë që të hapë, mu ka dogë shumë efektiv, për arsye se muj me thonë që herat e tjera, do me thonë derin këtë vetë, mësimi ka pas raste që është bo ka njëherë edhe pak ma monoton se nxënësat janë me një ambient gjatë gjithë kohës, edhe kena vrejt që për shembull nuk është që ka pas shumë efekt mirë tek na. Kur e kena ndërmarrë këtë hap, këtë vetë, ka pas shumë efekte pozitive se mësimdhënia është bo hala më atraktive, edhe po kemi mundësinë që me lëviz brenda pushimeve të shkurta, po na bjen pak edhe me u shëtit nëpër ambientet e shkollës, kur po mrrim nëpër kabinete, çdo ambient është i ndryshëm edhe janë të pajisur tepër mirë me krejt ato që na nevojitën. Edhe e kena po që është shumë atraktive edhe për neve edhe po mujmë me mësu ma mirë, për arsye se që nuk po jemi me një vend gjatë gjithë kohës, po na bjen me lëviz ma shumë, edhe po kemi ma shumë koncentrim gjatë orës mësimore. Për shembull, në landën e fizikës e kum vrejt që kena fillu me bëha dhe eksperimente ma shumë, se është pajis kabineti me ketë mjetët që na nevojitet, edhe e kum vrejt që për shembull deri tash, veç që teorinë kur e kena mësu nuk është që i kum kop sanet edhe qaq mirë. Prej momente që kena fillu me bo praktikën, kum arrit që mi kuptu tamën krejt ligjet e fizikës, edhe mu ka duk që është shumë efektiv edhe ka pas shajat mira për kësaj. Shpengula prej një kabinetit në kabinetin tjetër është shumë efektiv për krejt nxënësat si gjithashtu edhe për mu. Si efekt kryesor ka bo edhe që koncentrime, më u konë ma i mirë edhe për krejt lanë mësimore të cilat në bëhen, për shkak se ajo lëvizja të cilat bëhet mes orëve, do me thonë mes pushimeve, e ka bo një efekt shumë të mirë për shkak se kur kemi lëviz, na ka ndihmu edhe mos me u bo shumë monoton edhe me një ambient të qëndru, po ka ndihmu edhe me u bo, do me thonë, ambientet ma atraktive edhe shumë të mira. Mandej kur kemi shku prej një ore mësimore në ore mësimore tjetër, me një lënë tjetër, na ka ndihmu shumë edhe për arsye se jemi konë ma të koncentruar shumë, edhe mus personalisht si nxënësa e klasës 9 ka ndihmu shumë edhe për suksesin mësimor, për shkak se gjatë teorive të cilat janë majt para se me i pas kabinetet të personalizume, do me thonë edhe me i pas krejt gjanat që na duhen për një lanë mësimore, e kum pas i kum mësu, ama më ka duk shumë ma letë kur kemi pas edhe të bëjmë me eksperimentet ndryshme edhe ndryshe është, do me thonë, kur i kemi pa na eksperimentet edhe kur kemi pa në mënyrë praktike se qysh po bëhen ato gjana, edhe ndryshe u kanë vish me teori, se na kanë ndihmu shumë edhe me pa edhe me mësu shumë ma mirë. Edhe për mosimdhënësit e kësaj shkolle, puna është bërë më e lehtë. Ata theksojnë se produktiviteti i nxënësve është rritur pasi ata zhvillojnë orët mësimore në ambiente të ndryshme. Puna kabinetike në shkollën tonë po luan një rol shumë të rëndësishëm procesin arsimor, për shkak se edhe për nxënësit po është më atraktive me kalu prej një kabineti në kabinetin tjetër, dhe besoj që në procesin mësimor ka një ndikim shumë të madh. Gjithashtu, se cili kabinet është i pajisur me teknologji bashkohore, kështu që puna është duke funksionu mirë, është viti parë që kemi fillu me këtë proces mësimor. Besoj që janë të kënaqur edhe nxënësit edhe ne si mësimdhënës. Në landën e gjeografisë, do të thotë çdo njësi mësimore që mësojmë, do të thotë përmes projektorit, njoftohemi me gjitha shtetet përmes videove të ndryshme, informacioneve shtesë nga interneti, gjitha këto besoj që për nxënësit përveç materjes në libër që e marrëmi edhe e mësojmë e lexojmë, edhe mënyra vizuale ka një rëndësi shumë të madhe për me nxënë procesin mësimor. Drejtoresha Dashurie Leka Shaqiri kishte synim që ta shfrytëzonte çdo hapësirë të shkollës.
Kështu, ajo krijoi klasat kabinetike, siç i quan ajo, ku nxënësit mund të përdorin pajisjet për orët praktike. Ajo thotë se është frymzuar nga modelet e shkollave evropiane. Numri i nxënësve sillet përafërsisht 320, ka lëvizje gjatë vitit, po përafërsisht janë 3 vite që unë jam këtu drejtoresh dhe ky numër është. Nuk ka lëvizje në shkolla tjera, por lëvizjet zakonisht janë shpërnguljet, emigrimet në Gjermani, në Francë, si gjetjo në Kosovë. Si shkollë kemi kushte relativisht të mira. Numri i nxënësve është i vogël për këtë hapësirë shkollore dhe pasi që janë ambienti është i përshtatshëm, ka dhoma mësimore, kam pas idenë që të fillojmë me një ndryshim, me një formë mësimi tjetër, jo si në gjitha shkollat e Kosovës, shkollat 9-vjeçare, lëvizja e nxënësve këto bëhet e jo lëvizja e mësimdhënësve në për klasë të cikli lartë, ndërsa te cikli ulët është njëjtë se secili mësimdhënës ka klasën ku e zhvillon aktivitetin e mësimdhënien e tij, saj, po te cikli lartë është e mundur që secili mësimdhënës të ketë kabinetin e vet. Po ashtu edhe e mëson këtë edhe mësimi që e kemi vetëm një ndërrim, është pak më i lehtë, hapësira kohore është më e përshtatshme dhe secili nxënës ndihet më mirë, po ashtu edhe mësimdhënësit ndihen mirë se secili është përgjegjës edhe për klasën e vet, edhe ajo klasë i bëhet e ngrohtë, i bëhet si ambient familjar, si dhomë vetja personale. Secili mësimdhënës e personalizon atë klasë, vendos çka dëshiron atë klasë, punimet të nxënësave, po ashtu edhe mjetet, gjitha ato mjete nuk i bart klasën me veti, po i ka sistemuar në vendin e vet. Përveç kësaj, ja kemi bën mundësi nxënësve që t'i kenë dollapt. Dollapt janë vendosur në korridor, mund t'i shihni, edhe secili nxënës ka dollapin personal, prej klasës parë deri në klasën e 9. Çdo gjë që i nevojitet, i vendos në dollapin e vet. Shkolla e Nazmi Hoxha prej kohësh posedon edhe dollapët ku secili nxënës mund të vendosë gjësendet personale, librat e pajisjet e tjera shkollore.